E njësa emisionin këtë ndryshe prej herave të kalume. Tradicionalisht edhe veturat në treg kanë treguar një lloj orientimi tonë geostrategjik. Ju kujtohet ka qenë një kohë kur Lada e Rusisë dhe jugot e zastavat e Jugosllavisë kanë qenë veturat që më shumë t'i kanë dominuar në tregun kosovar. Në fakt janë thurur edhe legjenda për Ladat e famshme se si janë vetura shumë të fuqishme. Pastaj në aso kohë një Mercedes ka qenë një luks i jashtëzakonshëm, një Mercedes që ka simbolizuar perëndimin, derisa erdhi koha kur të gjithë në fakt u bën perëndimor dhe të gjitha veturat në tregun ton ishin vetura të Gjermanisë. E thash edhe më herët në rastin më të keq të mundshëm të Francës ose të Italisë, por kryesisht vetura gjermane. Nëse e vreni në Prishtinë, prej kur kanë hyrë veturat elektrike, çdo herë më shumë kemi vetura me prodhim të Kinës. Ka pushtuar tregun, fakt ka një përpjekje të shtetit kinez për të pushtuar tregun gjithandej Evropës, qoftë edhe duke i subvencionuar në forma të ndryshme veturat e caktuara. Dhe nëse e vreni këto ditë në Prishtinë, sidomos tek taksit me këto veturat gjysëm elektrike, janë mbushur me prodhim kinez. Natyrisht duhet jetë një prej debateve që duhet bëhet në shoqëri, edhe një prej gjërave që duhet ta kemi parasysh. Sa prezanton kjo ndonjë orientim të ri geopolitik, natyrisht shpresoj që jo, por është fakt i cili po ekziston. Kthehemi